Me të dhënat e 3 mujorit të 4, Instat dha një vlerësim paraprak të prodhimit të brendshëm bruto për vitin 2025, sipas të cilit ekonomia shqiptare shënoi rritje me 3.79% krahasuar me vitin 2024. Ndërkohë vetëm në 3 mujorin e fundit të vitit që lan pas, PPB-ja në terma real u vlerësua me rritje në 3.80% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Kontributin më të madh për rritjen ekonomike në 3 mujorin e fundit e dha sektori i ndërtimit me 1.17 pikë përqindje, i ndjekur nga administrata publike, arsimit dhe shëndetësia me 1.02 pikë përqindje. Një ndikim pozitiv dhanë edhe taksat neto mbi produktet me 1.54 pikë, aktivitetet e pasurive të paluajshme me 0.32 pikë përqindje, si dhe tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimi ushqimor me 0.22 pikë përqindje. Nga ana tjetër, bujqësia, industria, energjia dhe uji, si dhe informacioni dhe komunikacioni ndikuan negativisht në ecurinë e ekonomisë. Më konkretisht, administrata publike, arsimi dhe shëndetësia shënoi rritjen më të lartë vjetore me 8.3%, ndjekur nga ndërtimi me 7.36% dhe aktivitetet e pasurive të paluajshme me 6.25%. Po ashtu aktivitetet financiare dhe sigurimit u rritën me 2.82%, ndërsa tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimi ushqimor me 1.14%. Rritje më të lehtë shënuan edhe arta, argëtim dhe çlodhje, aktivitetet të tjera shërbimi me 0.81% dhe aktivitete profesionale dhe shërbime administrative me 0.11%. Në kahun negativ, informacioni dhe komunikacioni pësuan rënje me 3.50%, bujqësia, pyetje dhe peshkimi u tkurrën me 2.19%, ndërsa industria, energjia dhe uji ranë me 1.59%. Po ashtu Instat bën të ditur se taksat neto mbi produktet u rritën me 12.02% gjatë kësaj periudhe. Ndër të tjera, treguesi i prodhimit të brendshëm bruto i përshtatur sezonalisht në 3 mujorin e 4 të vitit të shkuar, krahasuar me 3 mujorin paraardhës, vlerësohet me një rritje prej 0.88%, duke konfirmuar vijimin e ritmit pozitiv të ekonomisë edhe në fund të vitit.